Doktor Selim Ismaili lindi me 7 maj 1957. Arsimin fillore përfundoi në fshatin Vladimir dhe shkollimin e mesëm në Ulqin. Studimet universitare i kreu në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, ku diplomoi me 5 maj 1983. Pas diplomimit, filloi stazhin në Spitalin e Përgjithshëm të Tivarit, i cili u ndërprej përkohësisht për shkak të shërbimit ushtarak. Pas kthimit nga ushtria në vitin 1984, ai e përfundoi stazhin dhe dha provimin profesional. Për disa vite, punoi në mënyrë sezonale derisa në 1988 filloi specializimin e radiologji, fillimisht në Spitalin e Cetinjes dhe më pas në Klinikën Universitare Mladen Stojanović në Zagreb. Specializimin e përfundoi me 28 maj 1991. Nga i vit deri në vitin 1998, shërbeu si radiolog në Spitalin e Cetinjes dhe ambulantën përkatëse, ku i ishte pionier në përdorimin e ultrazërit, duke ndjekur edhe shkollimet e specializuara në Kragujevc dhe në fushën e diagnostikës endokrinologjike. Me 3 gusht 1998, doktor Ismaili u emërua drejtor i shtëpisë së shëndetit në Ulqin, në kohën kur qyteti përballej me krizën humanitare të shkaktuar nga vala e refugjatëve kosovar. Në drejtimin e tij, institucioni përballoi me sukses këtë sfidë, duke themeluar për herë të parë partjen e rentgenologjisë dhe duke siguruar aparaturë moderne. Pas krizës, ai u thoqi nismën për ndërtimin e maternitetit të parë në Ulqin, që u realizua në vitin 2003 me mbështetjen e Fondit të Shëndetësisë. Doktor Ismaili vazhdoi punën në fushën e radiologjisë, duke sjellë risi si mamografia në vitin 2007 dhe diagnostika me CT në vitin 2022, e cila u bë e mundur për herë të parë në këtë qytet. Kontributi i doktor Ismailit ka qenë vendimtar për zhvillimin e shërbimeve diagnostike dhe radiologjike në Ulqin dhe më gjërë. Ai mbetet një figurë kyçe në shëndetësinë malazeze dhe gjatë periudhave të krizave humanitare. Përshëndetje miq të ekranit të televizionit të UTA, takohemi së bashku në emisionin Portreti me mua Unida Trumen. Takimi i të hënës në orën 8:30, ku sjell përpara josh histori të ndryshme nga jeta dhe profesioni i shumë personazheve që i kemi të ftuar. Unë sot kam trokitur në derën e një personazhi që Ulqini ja njeh shumë mirë. Ai është doktor Selim Ismaili, ai i cili ka një bagazh të madh me vete nga jeta e tij si profesionale ashtu edhe personale, që përpara ekranit të televizionit të UTA do marrim dhe do shfletojmë edhe atë pjesë të librit. Faleminderit që hapët dyert të shtëpisë, faleminderit që jeni sot me neve në emisionin Portret. Mirë se erdhët. Na tregoni pak më shumë. Ne të njohim si doktor, të mirëfill, një doktor i cili se cila nevojë që kemi ju drejtohemi. Por kush është në të vërtetë doktor Selim Ismaili? Rrugtimi im ka filluar shumë ka herë. Me 7 maj kam mbush 68 vjetë. Kam lind me 7 maj 1957 në Bojk, komuna e Ulqinit, ku kam kalu feminin, kam kry shkollën fillore, edhe atë dyshëm, një pjesë në paralelin e Ndame, në Mill, dhe pjesën tjetër në shkollën në Katërkollë, Vladimir. Si ishte, na flit pak më shumë për atë pjesën e fëmirisë në Bojk? Edhe koha ka qenë ndryshe, po edhe njerëzit më ndryshe. Një femini e qetë, pa brenga, një shkollim i thjesht si të gjithë të tjerët, ku mësimit i kemi kushtuar rëndësi të veçantë. Rëndësi të veçantë. Pa marrë parasysh kushteve të motit, shkurja në shkollë s'ka mujtë të jetë çështje e diskutueshme. Më thënë, me kujtohet një rast, sepse në Katërkollë kam shku kam, ishte një rrugë afër 6 kilometra, dhe duke u kthyer, ishte kohë dimrit, duke u kthyer
bora filloi të bite qysh në Vladimir, dhe kur ka marrë në shtëpi, ka qenë gati një gjybar. Nuk më ka tekura ju, ja. Dhe ashtu, është kryer çdo gjë. Normalisht kemi shku shumë shok, shumë të gjithë bashkë, dhe mërzia po friksin një pas. Po në tregoni pak si nxënës, ishit nxënës i dalluar në fillore? Po, normalisht. Ajo, si me thënë, vullneti për të mësu, ka qenë i lindur, pastaj dëshira ime. Po ashtu, dhe kam qenë nxënës i shkëlqyer në të gjitha vitet. Ju vazhdoni shkollimin e mesëm në gjimnazin? Shkollimin e mesëm e kam vazhdu në Ulqin, dhe në 1972 deri 1976, ku e kam kry, kemi qenë generatat me ideale, thënë, ku se cili prej nesh ka tentu të marrë diçka për studim, diçka më të vështirë, më serioze. Po të kjo zgjedhja e drejtimit tuaj, e kishit në mendje si fëmijë këtë drejtimin të bëhesha doktor? Pa tjetër. Më thënë, qysh në shkollën fillore, më thënë, orientimi ka qenë në shëndetësi, nga mos dia kam tentu të regjistrohem në shkollën e mesme të mjekësisë, e cila është shkollë profesionale, por nuk është e dedikuar për studim të mjekësisë. Megjithatë, fati e drejtoi ndryshe në gjimnazi, i cili është i dedikuar për studime të mëtutjeshme. Ju merrni rrugën e Prishtinës për në Kosovë për studimet e larta. Në tregoni përveç kësaj eksperience, në tregoni pak se shumë biseda mësoj që ishte vështirë edhe ana financiare për shkollimin e lartë. Ishte vështirë për juve, kishin sakrifikuar edhe prindrit për këtë dyshim pa ndihmën e prindërve, vajzërve, shkollimi do të ishte i pamundur. Megjithatë, si gjenerata të atëhershme kemi patur edhe ndihmes me kredi, kështu që në aspektin financiar në momentin tim nuk ka pasur një vështirësi të madhe. Normalisht kemi pasur edhe ndjenjën e kursimit, edhe ndjenjën e që mos të bahan shumë shpenzime të panevojshme. Po, në flisni diçka për këtë eksperiencë në Prishtinë, si ishte një rrethiri për juve, por edhe studime? Prishtina në atë kohë ka qenë një qendër e madhe universitare, me një numër studentesh maramendës. Normalisht në ato ka pasur edhe student të përhershëm, edhe studentë të shkëlqyer, edhe normalisht mesatar. Jeta e të rive ka qenë vërtet e vrullshme, një qytet me siguri, me numrin më të madh të rive në Ballkan, thashta. Ka qenë bukur, po angazhimet kanë qenë kryesoret dhe nuk është mund të shijon gjitha ato çka ofron rinia dhe qyteti i atëhershëm. Ishte më tepër i fokusuar tek mësimet, tek përkushtimi i drejtimit. Mjekësia është lami shumë serioze që kërkon angazhim të plot të 24 orësh. Dhe shkëputjet shkaktojnë probleme të mëdha dhe ata nuk na i ka leju. Sa vite studioni në Prishtinë? Studimet e atëhershëm kanë zgjatë 5 vite. Pastaj pas gjeneratës ime ishte shtuar në 6 vite. Më thënë, me 1983 i kam kryer studimet. Kam diplomu edhe atë në maj, rastisht shumë data të rëndësishme janë të lidhur me majën, kam lind, kam kryer shkollën fillore të mesmen dhe studimet. Dhe pastaj edhe specializimin, po ashtu në maj. Ktheni nga Prishtina dhe filloni punësimin, përfundoni praktikën. Filloni praktikën. Jam kthy me njëherë në Ulqin. Ulqini pas
tërmetit të 1979 ishte në rindërtim dhe mendoshim që nevoja për punësim ishte madhe dhe s'do ta kemi fare problemat të çështje. Jam lajmëruar dhe për fat të keq nuk kam has në mirë kuptim. Nuk më kanë marrë në shtëpinë e shëndetit, nuk më kanë marrë në stazh, jam detyruar të shkoj në spitalin e përgjithshëm në Tivar, ku për fat të mirë ato më kanë mundësuar t'ja filloj stazhin, pastaj për shkak të shkumjes në shërbimin e ushtarak e kam ndërprej dhe mas kryes së shërbimit ushtarak përsëri e kam vazhdu në spitalin e Tivarit dhe në shtëpinë e shëndetit në Tivar. Ju punsoni fillimisht në Tivar? Ajo ka qenë vetëm stazhi. Pas kryes së stazhit kam kryer provimin profesional dhe atëherë kam qenë i përgatitur për të punësuar. Përsëri ka pëlqyer fati e fort e mirë. Kam prit 5 vjet për punësim. Më thënë, kam punuar me kontratë gjatë sezonit të verës, po jashtë sezonit të verës kam ndajt të shtëpia. Në këto vite, më thënë, fati më ka provu, kam punu edhe një periudhë shumë të shkurtër në shtëpinë e shëndetit në Budë. Mundësia për punësim këtu ishte, pothuajse e pamujtur, dhe me që koha kalonte çështja e punësimit su gjithë, unë mora vendimin që do punësohem aty ku do të mundem. Në këtë kohë konkuroj në spitalin e Risanit për ortopedi dhe ato nuk më pranon. Me njëherë mas tyne ishte konkursi në Cetin dhe konkurova dhe ato më pranon. Thënë, pas një përvoje, si të them, kohë të vështirë, dhe thënë, jam punësu në spitalin e Cetinit, në një vend që kisha kënë vetëm një herë ma përpara. Dhe atëherë në atë kohën kur isha duke punu në Budë. Në një weekend, me që s'kishim çfarë të bëjmë, me gjithë gruan, shkuam me shëtim në Cetin. Ishte kohë dimnit, borë dhe përshtypja as pak e mirë. Pas një vitit, vitit e gjysë ndoshta, unë punësohem, pranohem. Dhe me 1 mars të 1988 kam fillu të punoj në Cetin. Sa vite punoni atje? Në Cetin kam shku në specializim të radiologjisë. Thënë, kam kry një pjesë të specializimit në Cetin dhe pjesën tjetër e kam kry në Zagreb. Më thënë, pas kryerjes së specializimit jam këthy përsëri aty dhe koha e përgjithshme që kam ndajë në Cetin ishte 10 vjet e gjysmë. Po arritë të ambientohesh edhe atje? Normalisht, unë kam kaluar jashtëzakonisht mirë, kam pas një pranim të shkëlqyeshëm, kam qenë me gjithë familje, me gjithë gruan me fëmijët, të cilët kur nuk kanë pas asnjë problem. Dhe sot të kësaj dite me shumë kënaqësi shkoj. Ktheni akoma në Cetin? Keni atë ndjenjen që kthehesh, keni copë tënde? Jam ambientuar po thuajse sikurse edhe këto. Specializimin the një pjesë e përfundove në Cetin, pjesën tjetër në Zagreb. Sa kohë ishit në Zagreb? Në Zagreb kam qenë 2 vite e gjysmë, po thuajse. Më thënë, edhe në Zagreb fati ka desh që shefi im e ka kry në Zagreb dhe me ka mundësu edhe mund të shkoj atje. Në të njëjtin vend, në spitalin atë kohë ishtë quajtur Mladen Stojanović, tash quhet Sestara Milosrdnica, një spitali madh universitar, ku me mars 1988 kam fillu punën atje. Si ishte eksperjenca atje? Në fillim ishte
Qaja parë isha i vetmi specializant prej gjysmës jugore të ish Jugosllavisë. Më thënë, pritshmëritë e tyre me siguri nuk kanë qenë aq të mira, sepse të vinë prej këtij regionit e kanë pas paksa të vështirë. Megjithatë, në atë pjesë që kam punu në Cetin, jam përgatit mirë dhe e kam fillu punën me mjaft sukses atje. Problemi fillon në problemet politike të ish Jugosllavisë, të cilët me zajnë aty dhe ka fundi i specializimit, më thënë që me shlyp paksa edhe ta shpejtoj, sepse filluan lufta në Bosnjë, kacafytjet në Knin dhe në Slavoni, dhe në momentin që unë kam diplomu, rrugët toksore kanë qenë të mbyllura. Me një herë, po, me thënë ato administrata aty në ka qenë shumë efikase, dhe unë mërëna 2 ditë dhe arrit të marrë certifikatën e specializimit. E përshpejton edhe diplomimin. Ma tjetër, edhe me aeroplan arrit të kaloj në Dubrovnik. Të gjitha rrugët tjera ishin të mbyllura. Së bashku me specializimin në Zagreb kam regjistru edhe studimet postdiplomike, të cilat provimet kam arrit të kryj të gjitha, po për shkak të luftës me shlypet në prej dhe s'kam mujt i vazhdoj më. Kështu që nuk kam arrit të mbroj temën e magjistraturës. Pastaj në Cetin kam qenë disa herë në shkollën jugoslave të Ultrazanit të Kragujevc, ku kam ushtru të gjitha lamit e Ultrazanit, dhe më atë e kam plotësu, se me thënë, profesionin tim. Dhe ende njerës me njohin dhe njohin. Pas Cetinjës, ku vijon punësimi juaj? Në vitin 1998, në valen e luftës në ish Jugosllavinë, për shkak të problemit të refugjatëve në Ulqin, më thënë, Ministria vendos të më emërnoj drejtor të shtëpisë së Shëndetit. Me 3 gusht të vitit 1998, unë kam marrë postin e drejtorit në atë, si më thënë, fluksin më të madhen të refugjatëve. Kriza shkojtu u të dhu dhe në fillim të vitit 1999, ai numri i refugjatëve arriti diku 123.125 refugjatë. Menaxhimi i asaj krize ishte problem shumë i madh dhe mendoj që e kam kryer me shumë sukses, me një ekip shumë të vogël, sepse ne kishim mjekët që ishin të mjaftueshëm për popullatën e komunës së Ulqinit, 20 diçka mijë, dhe ajo u ngarku edhe me 123.000. Më thënë, kemi punu vërtet shumë dhe mendoj që u kemi ofru një prej shërbimeve shëndetësore më të mirë në 90 vitet e fundit të asaj periudhe kosovare. Në fund të mandatit, gjatë fillimit të mandatit, ose me sakt, me shkumjen e refugjatëve, në Ulqin fillojnë të mendohet edhe për hapjen e maternitetit. Ishte një kërkesë e kahmotshme, e politikës, e profesionit, dhe menaxhimi i saj ishte mjaft problematik, kështu që me shlyp shumë kohë, shumë durim dhe energji për ta bërë. Kam arrit që ta bëj me shumë sukses. Arrini të finalizoni ndërtimin? Ta finalizoj dhe ti bëj të gjithë përgatitjet, planet për hapjen për fillimin e punës në maternitet. Në fund të vitit 2003 mbyllet konstruksioni, hapet
tenderi dhe mbyllet konstruksioni financiar, duke u falendëruar drejtorit atëhershëm të fondit të shëndetësisë, Ramo Bralić, e meriton ta përsek. Dhe në fund të vitit 2003 është hedhur themeli. Atëherë unë kam lëshu, më ka kalu mandati, kam lëshu mandatin, dhe prej atëherë kam kalu në repartin, në punë në repartin e radiologjisë, rentgenologjisë në Ulqen. Që nga viti 2003 jeni të mundësuar në shtëpinë e shëndetit. Repart të cilin unë e kam qelë, sepse para me jetë nuk ka pas, më thënë, po prej 2003 me kapacitet plot kam punu në atë repart. Në 2001, për shkak të angazhimit ton në kryemjen e problemit të refugjatëve, ambasada e Japonisë na dhuron një aparat të ultrazanit, aparat shumë i shkëlqyeshëm, dhe prej atëherë, prej 2001 fillon diagnostika e ultrazanit, i bashkangjitet diagnostikës së rentgenit në shtëpinë e Ulqenit, në shëndetin e Ulqenit. Po në tregoni për gjatë tyre viteve që keni punuar në shtëpinë e shëndetit në komunën e Ulqenit, në tregoni pak sa keni arritur të merrni, ju kush më mirë se ju edhe din se sa kanë pacientët besim tek ju, sa keni arritur të lidheni me vetë pacientët e Ulqenit, cila ishte ajo, pse drejtohemi tek doktor Selimi gjithmonë? Më sparit unë kam fillu punën në një institucion shumë serioz. Kam bajt shërbimin e radiologjisë dhe të ultrazanit në spitalin në shtëpinë e shëndetit dhe spitalin e Cetinës, me një staf të shkëlqyeshëm mjekësh, të cilët, më thanë, kanë punu në shumë serioze dhe normalisht më kanë detyru edhe mu të punoj. Morët një përvojë profesionale. Ma serioze, pa tjetër. Dhe në Ulqen më kam ardhë si mjek i formu. Më thënë, unë nuk e kam pas problem dhe për të shmërinë në spitalin e Tivarit apo në që është ma e rëndësishme në qendrën klinike të Podgoricës, sepse raportet e mia veç kanë qenë të njohur, edhe pse me shumë prej mjekëve nuk jam njohur personalisht. Po, numri i pacientëve që kam pas dhe në Cetin parafesisht kanë qenë ja 200.000 pacientë, thanë me kanë legjitimu si mjek të vëshëm, dhe nuk e kam pas problem njohjen e raportit. Kështu që kur e kam fillu në Ulqen, po ashtu, me thënë, pacientë u kam mundësu, u kam siguru një analizë, një raport të vëshëm për kudo që kanë shku. Edhe ma gjatë, edhe jashtë malit e zi, më thënë, raportet kanë qenë të saktë. Të saktë. Po në tregoni pak për gjatë këtyre viteve komplet në mjekësi, çfarë si mund ta përshkruani këtë rrugtimin tuaj? Si më thash, më thënë, kam hap repartin, kemi hap diagnostikën e ultrazanit për herë parë në Ulqen. Me 2001, me 2007 hapim diagnostikën e mamografisë, e cila po ashtu s'ka qenë për para, dhe atë po ashtu e kemi arrit të punojmë në vlerë të shkëlqyeshme. Dhe me kjo vjen në fund të mandatit, po thuajse, më thënë të punësime, me 2022 shtëpisë së shëndetit i dhurahet diagnostika e skanerit, më thënë, filloj të punoj edhe diagnostikën e skanerit. Nuk kam të dhënat sakta, po bikun me 600.000 pacient, më shumë se 600.000 pacient kanë kalu në përdorë të mia. Gjatë gjithë periudhës. Në fund, doktor Selim Ismaili ndau me ne edhe një aspekt më personal të jetës, ku foli për bashkëshorten e tij,
dhe 3 fëmijët, 2 vajza dhe 1 djalë, të gjithë arsimuar dhe të suksesshëm. Në këtë drejtim ai thekson se ndjehet i përmbushur. Unë kam 3 fëmijë, 2 vajza dhe djalin. Sa ishe ti, kush të mori rrugën tënde? Morrin ndonjë nga fëmijët drejtimin e mjekësisë? Vajza madhe ka kry stomatologjinë, vajza dytë juridikun, bachelorin në Universitetin e Tiranës, Universitetin Shtetënor të Tiranës dhe masterin po ashtu në Tiranë. Djali studion mjekësinë, është në përfundim. Ishe ti një shtys apo një ndoshta dha shembull për fëmijët tu? Jo dhe aq shumë. Më thënë, në orientimin e tyre, unë jam përpjek që ti lajt të zgjedhin e tyre. Për vajzën e dytë kam qenë pengesë, sepse ka tesht mjekësinë. Dhe të ju nis nga përvoja ime që është mjekësia shumë e vështirë dhe ta themi për femra është pothuajse e pamundur të punoj, unë kam qenë pengesë që mos ta studioj. Të gjithë fëmijët kishin këtë mendje të studiojnë mjekësinë. Po ndoshta, si më thanë rëtanat, e kanë sjellë që edhe ta duan. Ta duan si profesion. Po bashortja infermiera, po? Bashortja është infermiere. Na flisni diçka më shumë, sa ishte mbështetje për juve gjatë gjithë kësaj periudhe? Unë e thaç për femra që është pothuajse e pamundur të studiohet mjekësia. Është edhe për mashkuj nëse nuk sakrifikohet. Bashkërorti normalisht ka shumë punë të cilat unë nuk mund t'i kryj, që duhet ajo t'i kryj për shkak të angazhimit. Më thënë, angazhimi i saj ka qenë maksimal, për krahja e saj maksimal, edhe mendoj që kemi kalu një jetë normale, një jetë. Një jetë përmbushur mund ta klasifikosh? Nuk. Aq sa ky vend e mundson, jemi mundu edhe të dalim për ulqinit, edhe këtu të krijojmë, të punojmë, të bëjmë diçka, edhe për standardin. Ju vijoni të punoni në shtëpinë e shëndetit të Ulqinit, apo? Unë me stazh e kam të i kaluat, po me që në shtëpinë e shëndetit për momentin nuk ka radiolog, mjekët të cilët kanë fitu specializimin e radiologjisë, ende janë pa e kry, më thënë, unë kam bërë përfjekje që me e myll, nuk jam e sigur se do të më rri ta bëj atë punë, më thënë me e myll deri në ardhin e tyne, që mos të laj boshlëk në shtëpinë e shëndetit. Ta shohim a do të më rri. Sa mendoni, sa vite do... Po nuk e di. Nuk e di, kishte mullev doktoresha e para që ka marrë specializimin të kthehet për një vjet e gjys. Mendoni që do t'jetë vështirë ndarja nga një dekada? Por çdo gjë është e natyrës, më thënë. Që kemi lulëzimin, gjelbrimin. Po, e vërtet, lulëzimin. Pastaj rabjen e gjethe, më thënë, çdo gjë është normale, ashtu sikur se e ka mba natyra. Edhe tërheqja duhet vinë kohë. Një pyetje për në fund, aja ka vlejtur gjithë ky mund jetës tënde si tek shkollimi, ashtu edhe tek profesioni, jeni sot të përmbushur në aspektin jetësor? Unë thash qysh në fillim, ishim gjenerata që kishim ideal për të kry studimet e mjekësisë dhe për ta kryer punë me sukses, vërtet duhet ideal i pafund. Pastaj sakrificet pafund, normalisht edhe kënaqësia patjetër që është. Po të nisemi ka një moment që
e kam filluar këtu në Ulqin, më thënë, mamografia, unë kam gjetë një situatë katastrofale. Po me punë, me angazhim, kam arrit që megjithatë ta zvogloj që të mos ta eliminoj vdekshmërinë nga karcinomi i gjinit, po ta zvogloj në maksimum. Sepse nuk është vetëm normalisht diagnostika, është diagnostika, po është terapia dhe i tanë tretmani që në martësi është mjaft mirë e rrumbullaksuar. Ju falenderojmë shumë për këtë bisedë. Faleminderit për shfletimin e jetës tuaj para ekranit të televizionit të UTA, para shikuesve të emisionit Portreti. Faleminderit shumë që ndatë me neve rrëfimin e jetës tënde. Faleminderit juve. Unë dëshiroj sukses. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kënaqësi plotësisht e imja që isha sot këtu me juve. Por nuk mund të rri pa falendëruar edhe shikuesit besnik të emisionit Portreti, ku qëndrojnë me neve për gjatë një minutazhi rreth 1 orë për çdo të hënën në orën 8:30. Faleminderit edhe një herë. Takohemi javën e ardhshme në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirë takofshi.